Dekorojmë shtëpinë për Krishtlindje dhe për vitin e ri nga Shein. Kjo është vetëm një porosi, kanë sjellë gjithë këto paketa. E nisem me diçka shumë të bukur. Janë këta topat për pemën. Nga kështu si të butë, shikojeni pak. Sa të bukur janë me këtë drering kështu gold. Edhe nuk janë plastik, janë si robë, si me qime të buta. Kam marrë një set me lugë dhe pirojnë. Okej, kështu janë lugët, shikoni pak. Janë pak të mëdha me thënë të drejtën, po do ham pshesh tamam. Ka edhe piroa, ka edhe këtë thikën që me shumë mundësi nuk pret asgjë, se që nga shumë e vogël. Ka edhe lugë të vogël. Këto Shein kanë dritat, mora një palë drita, nuk e di se sa metra janë këto, 50 më duket se i mora. Dhe pas kanë edhe pultin që mund të komandosh me pult. Kjo është një mbulesë. Jo, nuk që nga mbulesa, shiko ka marrë ca si këto pecetat për të fshirë, që nga goxha të mëdha. Unë te reklama i pa që i kishin kapur diçka kështu edhe bëheshin të bukura. Pushtroje në një darkë për shembull. Janë disa lule, si këto lulet karakteristik të Krishtlindjeve. Shumë të bukura që nga duket si origjinale. Këto janë sticker që i mora për krenën. Këto janë për të vendosur te xhamat e dritareve. Me babagjysh. Shikoj me babagjyshin. Është mbulesa që do ta çojmë, është e vogël kështu. Do çohet aty në mes tavolinës, mendoj që do duket shumë bukur. Tani unë këtë mendoja që ishte plastike, me thënë drejtën. E keni parë se si kanë dalë ato që vendosen në fund të pemës, thjesht për mos të dukur bishti i pemës, domethënë. Tani që e mendoj mirë, është më mirë se sa plastikja. E vendos këtu tek pema kështu. E keni parasysh se për çfarë them apo jo? Edhe këto janë për të ngjitur tek dritaret, janë flok bore. Ndërsa kjo është për të vendosur tek dyert, do formohet diçka e tillë. Dhe ka edhe këto si drer. Kemi edhe këtë tapeti, që këtë e kemi hapur në fakt, kjo është me këtë drerin. Më vjen keq që ta shkelim me kpucë të pista këtë. Kështu që do t'i gjoj në një vend këtu brenda në shtëpi. Shikoni pak. E dini se çfarë janë këto? Bli budallalliqe kot në Shein, domethënë. Do t'i çojmë atje ana shpjatës. Ka edhe pantallona, edhe bluza sipër. Gjëra që patjetër nuk nevojiten, por për shef se mos i blej njeriu. Më kanë ardhur edhe këto dy paketat e tjera, se kështu është kur na i sjell gjysma Sheini. Ka marrë këtë dritën për ta çuar mbrapa televizorit, që jep atë dritën e bukur televizorit kur e çon ashtu nga mbrapa. Unë e kam marrë me drita të ngrohta, pas ka edhe pult madje. Ndes televizor me pult, ndes edhe dritën nga mbrapa. Këtë tjetrën nuk e di se çfarë është. Është ky treni. Këtë po mendoj ta çoj poshtë televizorit, po ma la krena gjithmonë. Se i bukur. Është pak më i vogël se ç'mendoja. Tash kam montuar vetë, shikojeni. Është shumë i vogël, po mendoj që është shumë i bukur si bukurin për aty ku e dua unë. Këto ishin të gjitha produktet nga Shein. Unë do t'i lë patjetër të gjitha kodet edhe të uljeve, por edhe të gjitha produkteve që pat në video.